Në 2006 në kanalin në TV të dokumentarëve është bërë një dokumentar lotët e ka fituar çmim është filmi i shkurtër, Lotët e Devez. Dhe vetë kur lindin viçat albino, nuk i ushqejnë dhe i lënë të ngordhin, sepse nuk duan që ajo të ketë vazhdimshmëri. Dhe atëre morën një çoban dhe përdori një instrument të vjetër, vajtën gjatë afër devës dhe fillonin i ranë për 7 minuta. Dhe kur mbaroi instrumenti së rën, atëre devea filloi të qante dhe vajti, pra ju zgjua ndjenja e nënës, dhe vajti direkt afër të vogël dhe filloi ta ushqente. Dhe që në atë moment nuk e la më vetëm. Kjo është e njëjtë me cyllën dyjare që kanë shqiptarët. Cylla dyjare është që në kohën e ilirëve është si ti fylli, po është me 2. Dhe ajo është e frekuencës së deleve. Kurse dit kanë fyllin. Çdo gjë flet me anë të frekuencave. Dikur njerëzit kanë qenë më inteligjent, sot nuk janë, sepse njerëzit janë të shkëputur nga natyra. Njerëzit nuk dinë ta dëgjojnë më natyrën. Pikërisht, prandaj njeriu është në depresion, sepse ai është pjesë e natyrës, sado të duket sikur është më njëjtë. Njeriu është pjesë e natyrës dhe çdo gjë flet me frekuencë, pikërisht. Për shembull është edhe bletët. Bletët teknikisht trupin e kanë më të madh, krahët i kanë më të vegjël. Dhe është zbuluar që në të vërtet ata krah nuk mund ta mbajnë dot peshën e bletës. Bleta duke përplasur krahët me një shpejtësi të madhe krijon një frekuencë, një zë, një tingull dhe hap korridore. Me anë të asaj zhurmë hap korridore. Dhe me anë të atyre korridorëve ajo përparon. Edhe hojet po me anë të krahëve arrin të krijojnë hidhin në një tavolinë rër, jepi një lloj, është një frekuencë që përdor bleta dhe ajo krijon hoje, formën e hojeve. Pra del që edhe bleta, aty edhe hojet, edhe rrugën, komplet ekzistencë e saj është me frekuencë. Pra gjithçka në tokë komunikon me frekuencë. E njëjta gjë është edhe për njeriu. Çdo gjë është në një frekuencë. Frika, pasiguria është niveli ulët. Ai është thjesht për mbijetesë. Kurse lartësimi, paqja është ekuilibër. Harmonia është ekuilibër. Dhe ajo e mundëson njeriu që të jetë në nivelin e duhur. Sepse këtu të tërë jemi mysafir. Ligji i natyrës këtu është vetë energjia. Dhe atë që duhet të bëjmë, duhet të jemi të ekuilibruar me këtë mrekulli ku Zoti ne na krijoi.